Kemi dëgjuar të flitet shpesh për turizmin gjatë viteve të fundit edhe me të drejtë sepse është një nga ato sektorët e ekonomisë shqiptare që po vlon ditë pas dite. Vlon në kuptimin e mirë të fjalës, por përveç gjithçkaje tjetër, duket se ka edhe një sektor tjetër që preket nga turizmi dhe në një lloj forme i ndryshon hartën pronave dhe pasurive të paluajtshme. Çfarë ka ndodhur? Ne besoj do ta kuptojmë më mirë kur flasim me ekspertin e pasurive të paluajtshme Orges Beti. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Ka ndryshuar harta e zonave më të kërkuara në Shqipëri vitet e fundit fal turizmit. Çfarë ndodh realisht në terren, Orges? Pa diskutim, turizmi është një bekim i madh për këtë vend. Unë e them gjithmonë, Shqipëria nuk do ketë ndonjëherë kapacitete për të prodhuar Ferrari dhe Mercedes. Ardhmja e Shqipërisë është turizmi. Sot ne shikojmë që jo vetëm real estate është i përfshirë drejt për drejt në sektorin e turizmit, por ne kemi makinat me qera, ne kemi hotelerin, ne kemi kulinarin, baret, restorantet, po ashtu ne kemi muzet, qendrat historike, arkeologjike, Butrintin, e kështu me radhë, kemi Beratin. Nga ana tjetër nuk është se kemi vetëm pjesën e Bregdetit, ne shohim Thethin, Valbonën. Pra duhet të them që në tërësinë e saj turizmi ka dhënë një impuls shumë të mirë Shqipërisë, shumë të rëndësishëm, po nga ana tjetër si çdo gjë që vjen me të mirat vjen dhe me pasojat e saj. Në këtë rast dy nga pasojat le të themi që janë kryesore, është kaosi i madh që krijohet për shkak të numrit të lartë të njerëzve dhe mbetjet, që është një nga problemet më të mëdha që Shqipëria ka sot. Po rritja e çmimeve për shembull në sektorin e pasurive të paluajtshme. Po patjetër, edhe ajo është një element që ndikon, sepse nga kërkesa e lartë sigurisht që do të ketë edhe rritje të çmimesh, por rritja e çmimeve nuk vjen vetëm nga ky element. Do të kuptojmë pastaj shumë elementë tjerë që derivojnë nga trojet që gjihen të lira apo jo që në fazën fillestare, lëndët e para, materialet e importit e kështu me radhë. Pra çmimet kanë një arsye çik më të gjerë për definuar jo vetëm turistët, janë një element, po kanë një impakt edhe ata patjetër, sepse sa më shumë që rritet kërkesa, aq më shumë do të rritet edhe oferta. Nga ana tjetër, do duhet të rikthej vite më parë kur ti e ke nisur angazhimin tënd me pasuritë e paluajtshme dhe ndoshta të më gjesh një ndryshim në hartë gjatë me ditët e sotme. Pra një qytet që ty nuk ka kishte marrë mendja në ato vite që do të kishte kërkesë nga njerëzit, do të kishte kërkesë për të marrë shtëpi me qera apo për të bler prona. Për shembull, një nga zonat që më ka habitur për rritjen e shpejtë që pat është Tale në Lezhë, është Kune, është Shëngjini. 2 vitet e fundit ata kanë marrë një kurbë rritse. Nëse flasim pastaj për Durrësin, sigurisht që Durrësi ka qenë dhe vazhdon të mbetet, për sa i përket Vlorës, Sarandës, Ksamilit janë gjithmonë për një kategori dhe një klientel. Por po thoj që zona e Tales ka qenë ajo që vitet e fundit po kam parë, më ka surprizuar dhe aty shikoj që kanë shkuar dhe do shkojnë disa investime të mëdha. Nga ana tjetër shikoj edhe një kërkesë shumë të lartë të shqiptarëve diasporës, shqiptarëve të Kosovës, por edhe shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët e shikojnë edhe për shkak të buxhetit si një zonë shumë të mirë në këtë moment, edhe për të investuar, po pse jo. Edhe unë besoj që Lezhë ose të paktën ato zona atje janë vërtet pastra, kanë edhe administrim të mirë lokal, gjë që sigurisht i rrit vlerën pronës pa diskutim. Tani, në rastin e shqiptarëve të Kosovës, të cilët blejnë shtëpi qoftë në këtë zonë apo qoftë në zonën e Durrësit, në zonat të ndryshme të Shqipërisë, kudo që e blejnë apartamentin e tyre, kryesisht qëllimi është banim për shtëpi verore, apo jo? Jo, ata i shfrytëzojnë dhe në fundjavë. Pra, po themi e premtja shtuna e diela, pasi Kosova, le të themi dhe Lezhë, nuk është se janë shumë larg nga kufiri dhe ka qytetarë të cilët i shfrytëzojnë ato edhe në periudha të ndryshme të vitit, pra mund të jetë një pauzë, mund të jenë pushimet e fëmijëve, mund të jenë në një event ose në aktivitet që ata kanë dhe kryesisht i përdorin. Nuk është ende masive qerat ditore në këto zona, le të themi, sepse kryesisht qerat ditore janë të pozicionuara në Durrës, nga Durrësi deri në Qerret, le të themi, aty ka atë bumin më të madh për sa i përket turistëve, sepse është afër porti dhe aeroporti, pra lëvizjet më të shpejta që turistët ose klientët e turizmit kanë. Dhe detyrimisht duhet që të sigurojnë akomodim e kanë të nevojshëm. Tani, ndalemi tek të huajt, se edhe të huajt kanë pasur kërkesë të lartë për prona në Shqipëri. Çfarë kërkojnë kryesisht? Kërkesë edhe ku? Cilat janë zonat që duan? Sipas statistikave të mia, rezulton që rreth 30 deri 40% të blerësve në Shqipëri janë të huaj. Kjo është një shifër relativisht shumë e mirë për Shqipëri. Shumë e lartë. Po.
fillimisht ata vinë në Shqipëri me një skepticizëm, pra kanë parë nga rrjetet sociale, apo dhe nga PR-i që është bërë Shqipërisë, por marketingu më i mirë në bindjen time është marketingu i drejt për drejt që i bëhet nëpërmjet miqve të tyre, kolegëve të cilët kanë vizituar Shqipërinë, por qoftë edhe shqiptarëve tanë të diasporës, të cilët flasin me një dashuri shumë madhe, një mall shumë madh për Shqipërinë, dhe kjo i nxit ata fillimisht të vinë. Sigurisht vinë me pritshmëri shumë të ulta, sepse është ndryshe kur ti zgjedh shkosh në Dubai, në Miami, në Manhattan, ke pritshmëri jashtëzakonisht lartë. Kur ti vjen në Shqipëri ke pritshmëri shumë të ulta. Dhe kur largohesh nga Shqipëria, largohesh me pritshmëri shumë pozitive, shërbimi, po themi, kulinaria, mirëpritja jon, i bën ata që të ndjehen realisht si në shtëpi. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse ata i bëjnë marketingun e drejt për drejt të Shqipërisë në vendet ku shkojnë. E më pas ata vinë, kërkojnë të marrin diçka me qira dhe kthehen më pas si blerës. Kemi raste Po sa nga këto vlera që ti përmende janë mjaftueshëm për ta bërë dikë i cili të lërë shtëpinë e vet aty, ose mbase jo detyrimisht ta lërë, por të marrë kursimet e jetës dhe të investojë në një apartament në Shqipëri, ndërkohë që mbase edhe në një vend tjetër do gjej një çmim të përafërt me atë që shitet sot në apartament në Shqipëri. Kjo duhet parë, nuk besoj se gjen në këto çmime që mund të gjesh në Shqipëri. Ata turistë që vinë sot në Shqipëri, kryesisht le ta pranojmë, janë një kategori njerëzish me buxhete të ulta nga vendet nga ata të cilët vinë, pra qoftë nga Polonia, nga Ukraina, nga Çekia, Italia, Turqia, le të themi, janë me buxhete pavarësisht që mund t'i përballojnë kostot në Shqipëri. Ne nuk kemi ende një turizëm elitar apo le të themi klientë të cilët vinë këtu blejnë vila, rezorte e kështu me radhë. Për ata buxheti që shpenzojnë për të blerë një shtëpi pushimi në Shqipëri është relativisht i pranueshëm. Nga ana tjetër çfarë bëjnë ata? Ata bëhen shitës të pronave të tyre tek miqtë e tyre të huaj. Pra këtë shikojnë si një mënyrë biznesi. Ne kemi në Shqipëri individë të cilët kanë biznes të mirëfillt këtë punë. Pra ka nga 20-30 apartamente të cilët i blejnë, i rishesin e kështu me radhë. Na ka ndodhur një rast me disa kolegë të mi në Qerret, kur një çek erdhi dhe çfarë ndodhi, ai bleu gjysmën e pallatit. Më pas e shiti tek shtetasit çek, të cilët ishin miqtë e tij. Më pas tek i njëjti pallat përballë filloi ndërtimi dhe aty kemi shumë çek polak të cilët për shkak të ofrimit të çmimeve të përballueshme për kostot e tyre, ne ata i kthyem në klient. Por mos harrojmë që ata nuk janë vetëm klient 10 ditor të vitit, ata tashmë vinë sepse kanë dhe një motiv më shumë për të ardhur në Shqipëri dhe për të jetuar. Dhe kjo përkthehet në ekonomi, pse ata vinë, konsumojnë, shpenzojnë, qëndrojnë këtu për ne të gjata, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm sipas bindjes time, jo vetëm për sot, por edhe për të ardhmen në Shqipëri. Patjetër, padyshim është një element shumë i rëndësishëm. Ne dimë që sa më shumë të investojnë, aq më shumë do përfitojë ekonomia në terma të përgjithshëm. Po, nga ana tjetër, një nga gjërat që unë e dëgjoj shpesh është që qytetarët shpesh i atribuojnë fajin turistëve ose këtyre turistëve që kthehen në investitorë pastaj për rritjen e çmimeve. Për qytetarët që dëgjojnë tani, çfarë mund t'i thuash lidhur me këtë pjesë? Bela, ne kemi diskutuar bashkë prej vitesh këtë gjë. Shqipëria është në një proces shumë të rëndësishëm, pra ne presim që të mbyllen kapitujt, ne jemi antar të Bashkimit Evropian, çmimet në Shqipëri nuk do të jenë më të lira, sipas bindjes time. Ka shumë kolegë të cilët e mendojnë këtë gjë, por unë për sa kohë nuk kam të dhëna dhe tregues që kjo gjë mund të ndodhi, nuk mund ta them. Pra, unë besoj që çmimet në Shqipëri do rriten, akoma për shkak sepse këtë proces e kanë kaluar gjithë vendet që janë bërë antarë të Bashkimit Evropian, si Kroacia, si Rumania dhe Bullgaria, kemi pasur të njëjtin fenomen. Turizmi shqiptar dhe Bregdeti shqiptar nuk do të jetë më i lirë. Arsyet i tham në fillim, mungesa e gjetjes trojeve, kualiteti i ndërtimit, lëndët e para që ne importojmë, fuqia punëtore, janë një sër elementesh të cilët në bindjen time e shikoj të pamundur që ne të kemi një ulje të çmimit. Ajo që besoj mund të kemi një ridimensionim të zonave turistike, të cilët do të ndahen shtresat si në çdo vend. Pra nëse kemi një kategori caktuar klientë që kanë buxhetet të relativisht të vogla, do zgjedhin plazhet që janë më afër. Ato që kanë një mundësi më të madhe do zgjedhin plazhet që janë pak më premium, dhe Shqipëria fatmirësisht i ka plazhet premium për shkak të kualitetit. Ne nuk ofrojmë shërbime, siç e tham pak më parë, pastrimi apo le të themi mirëmbajtja, kemi probleme me ujë në shumë zona, kemi probleme me ndriçimin, gjë që na bën që të jemi jo fort komod në raport me turistët, por për sa i përket mikpritjes apo edhe elementeve të tjerë pozitive që Shqipëria ka, pa diskutim, unë besoj që njerëzit këtu gjejnë veten dhe ndihen komod në Shqipëri, pa diskutim. Ndihen komod në Shqipëri dhe kjo është fakt. Unë e kam parë në disa raste nga shumë të huaj që kanë ardhur edhe kanë gjetur këtu një
frymë tërësisht, ndryshe jemi pozitiv, Orges, nuk kemi zbëjmë. Pa diskutim, është natyra jo, ne jemi mikpritës në disa raste në zonat të thella të Shqipërisë, në Theth, në Valbon, në Kukës, ti shikon që njerëzit në herë, e them pak me shaka, janë më mikpritës se ç'duhet, pra nuk i gjen kaq pozitiv në vende të tjera. Pra janë të gatshëm të lënë dhe punët e tyre për të shoqëruar ty, për të dalë nga i shtegu kur je futur gabim, apo nëse ke një problem me makinë, ku diun gjëra nga më të ndryshme që i ndodh një turisti në udhëtim, ata janë të gatshëm të braktisë punët e tyre për të gjendur turistëve. E kjo është një vlerë pa diskutim. Dhe mos mendoj që njerëzit edhe të huajt nuk e vlerësojnë këtë gjë. Fakti që ne jemi sot në këtë pikë, unë besoj që është raporti marketingut të drejt për drejt që është bërë me Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Dhe mbi të gjitha me shqiptarët që ne jemi, se ka edhe shumë, do me thënë, një mënyrë se si ne jemi. Nëse do bënim një parashikim çfarë pret nga kjo verë në tregun e pasurive të paluajtshme, aq sa mund të bëhet një parashikim? Mendoj që nuk kemi më ato rritjet që ndodhen 2022 deri në 2024 ose 2023-2025 që ishte një kurvë ngritëse. Unë mendoj që do kemi një rritje progresive të çmimeve, pra nuk mendoj që do ketë një ulje, por jo mbase në këtë shifrat që kaluam, nuk duhet harrojmë që neve patëm një kapërcim të frikshëm të shifrave, sepse nuk ishim mësuar me këto shifra, dhe kjo e bëri të gjithë këtë gjë që ju thatë, perceptimi publik, që nuk është i padrejtë, është i drejtë, pra ka bazë logjike pse njerëzit mendojnë që çmimet janë rritur, dhe të gjithë këto element ndikojnë. Unë mendoj se zonat të cilat do të kenë zhvillim, do të jenë zonat të cilët janë prioritarë. Pra në një plazh ose në një zonë ku shkon infrastruktura, shkon ndriçimi, shkon kanalizimi, shkojnë dhe veprat e tjera infrastrukturore, sigurisht që aty do të ketë zhvillim. Unë shikoj një zonë shumë të bukur që edhe pëlqej edhe vetë, shikoj Himarën. Pse Himarën? Sepse është një tip gjiri i vogël, le ta themi kështu në këtë koncept. Ka një vijë bregdetare shumë të bukur, shumë pasur, është një qytet i jetueshëm, po themi. Dhe kjo qytetet që janë të jetueshëm e bëjnë edhe më atraktiv që ti mund të kesh mundësi. Ne duhet kalojmë nga i turizmi 2 mujor, 3 mujor. Ne duhet i afrohemi turizmit minimalisht filloj me 4 muaj dhe pastaj pse jo që të marrim shembull nga vendet që kemi fshin që janë kampion turizëm si Kroacia, Italia dhe Greqia, që për të vërtetës sezone turistike tek ta zgjat deri në 6 muaj. Nëse do të arrijmë këtë, sigurisht që Shqipëria do të jetë në një tjetër nivel. Me këtë diell që ka filluar qysh tani, Orges, jam e bindur deri nga tetori është shtyme sezoni. Edhe nëntori besoj. Falenderoj për bisedën.